Zhvillohet finale Big Brother VIP Albania 4. Janë 4 finalistë, Gjesti, Egli, Rozana dhe Laerti. Për të diskutuar rreth finales, kam të ftuar në një lidhje Skype gazetaren e njohur Dasara Kariskaj. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Mund na thoni pak rreth 4 finalistëve? Po, mendoj që Laerti u katapultua në final. Nuk mendoj që e meritonte më shumë se Loredana ose se shumë të tjerë që kanë bërë në këtë edicion. Megjithatë, për shkak të emrit, nga ajo që përfaqëson artistikisht, okay, po jo fort për kalimin e Laertit në final. Edhe për Eglin kam pak kënaqësitë e mia, po këto mund të jenë edhe thjesht mendimi im personal. Unë shikoj Big Brotherin pak si një shembull për një model për realitetin shqiptar, dhe prandaj nuk mendoj që marrëdhënia në përgjithësi Gjesti Egli është një marrëdhënie për të marrë si model në një realitet si Shqipëria, ku në përgjithësi marrëdhëniet dashurore janë vetë toksike dhe nuk kishin nevojë për toksicitetin e një marrëdhënieje të tillë, si ajo që u prezantua aty. Ndërsa për Rozanën dhe për Gjestin s'kam asnjë gjë për të thënë, besoj jo vetëm unë, po i gjithë publiku, sepse kanë ditur aty brenda ta prezantojnë veten në të gjitha dimensionet e tyre. Për mua njerëzit që marrin pjesë në Big Brother, që është në thelbi një reality show, duhet të jetojnë aty brenda me të gjithë vërtetësinë e tyre dhe me të gjitha ngjyrat e tyre. Dhe mendoj që Rozana në rrugtimin e vet pati treguar të gjithë aspektet e saj si personazh. U denigrua shumë aspekti i saj artistik. Me pak fjalë, është një personazh i cili u shpalos në këtë Big Brother në të gjitha format e veta. Njëjtën gjë do e thosha edhe për Gjestin, i cili vërtet është vetëm 24 vjeç, po për moshën që ka demonstruar një inteligjencë natyrale, shumë interesante. Sigurisht në raport me marrëdhënien me Eglin ka pasur dhe ka akoma gjithnjë ato luhatjet e veta, por ka bërë aq sa mund të bëjë një djalë në moshën 24 vjeçare. Kjo është, nëse do bëja një lloj përshkrimi për këto 4 personazhe, për mendimin tim sigurisht. Sara, kush do jetë dyshe fundi në podium dhe kush do e fitoj Big Brother? Sikur të kisha mundësi, do doja që ta fitonin të dy. Të dy të ndajnë çmimin. Do doja që ta fitonin të dy. Po, por meqense Rozana sapo ka fituar këngën magjike dhe në përgjithësi aromën e fitores e ka ndjerë, Gjesti ka edhe më shumë nevojë edhe për parat, edhe për t'u hapur disa dyer suksesi, megjithse po bie dakord edhe për faktin që Gjesti nuk ka tiparet e një fituesi që t'i pëlqente një në disa aspekte. Ka shumë që diskutojnë shumë edhe performancën e tij me mbathje, faktin që është i vogël, që është i papjekur, faktin që në shumë fusha është shumë ignorant, por ne në vendin tonë në përgjithësi jemi një popull me ignorancë të theksuar, domethënë mungesë formimi, dhe sidomos në aspektin fetar, meqense ka qenë një nga diskutimet e fundit që është bërë aty brenda. Megjithatë, jemi gati që të gjykojmë të tjerët për ignorancën e tyre. A ka një emër që mund të mbahet mend nga ky Big Brother që ka bërë emër, edhe pse mund mos jetë fitues? Për mua është Gjesti personazhi i këtij Big Brotheri. Pra e kemi ndar fituesin. Le të themi. Krahasuar me Biun e vjetshëm, si keni parë, po themi, këtë Big, si nga ana e risisë, po ashtu edhe nga ana e performancës, pra një lloj Unë mendoj që mbas Big Brotherit numër 2, në përgjithësi nuk ka pasur një Big Brother të mirë, sidomos vjet, edhe këtë vit. Madje do të theksoja që Big Brotherat që bënte Arbana Osmani ishin më të mira se këto që bën Ledioni.
Ju mendoni që Bigun e bën, po themi, moderatori apo e bëjnë personazhet? Po ta krahasoj me dyshin, nëse nuk do ishte Luizi, besoj që s'kishte çfarë bënte në produksione, apo jo? Jo, unë mendoj që më të spikatora kanë qenë gjithsesi personazhet si tek Big Brotheri numër 1 VIP, si tek Big Brotheri numër 2 VIP. Ndërsa tek Big Brotheri numër 3 VIP dhe tek Big Brotheri numër 4, madje mbas Luizit tjetër, e duket sikur janë nxorë lehtësisht lezetin, u bën të gjithë strategjik. Mbas Big Brotherit numër 2 me Luizin u bën të gjithë shumë dietar të këtij formati, dinin gjithçka. Dhe prandaj dhe personazhet që hyn aty brenda duket sikur i dinë kush janë truket, edhe hyn me eksperiencë aty brenda. A mendojnë që, domethënë, po tjetërsohet pak a shumë, po themi, modeli Big Brotherit që ndryshe nga ç'është si model që aty duhet jetosh, duhet ndërtosh marrëdhënie, duhet i shkëputësh marrëdhëniet. Pra, të tregosh pak, po themi, nga vetja jote, tashmë edhe drejtuar nga produksioni që shpesh ju thuhet që Big Brother është një lojë, kur në fakt nuk është një lojë, është një jetesë. Pra ti jeton aty. Është e vërtet, termi lojë është një term që përdoret vetëm në Shqipëri, më fal se ndërpres. Termi lojë është një term që përdoret vetëm në Big Brotherin e Shqipërisë, unë nuk e kam dëgjuar në Big Brotherat e tjera. Edhe në emër të kësaj loje duket sikur justifikohet gjithçka, edhe lejohet gjithçka. Edhe në mënyrë të veçantë Egla vitin e kaluar me gjuhën e saj të ashpër, le të themi deri në ligësi ose edhe vulgare, për të mos folur pastaj dhe për vulgaritetin e Jozit këtë vit, besoj që kanë ndodhur gjëra të cilat kanë tejkaluar atë që duhet jetë e lejuar në një format të tillë. Shiko, kjo ishte një energji që erdhi që tek Big Brother 2 me Luizin. Pavarësisht se ai kur doli tha, unë nuk është se isha duke luftuar me produksionin, e kisha duke luftuar me titullin. Por ky perceptim ekzistoi nga jashtë, ose ndoshta sepse ne publiku nga jashtë e shikonim edhe më mirë këtë pjesë. Megjithatë, absolutisht jam në kundërshtim të mënyrës se si ndërtohet Big Brotheri në Shqipëri. Padyshim që ka një rol kryesor edhe produksioni për të ndërtuar aspekte që të ndikojnë aty brenda, se do llogarisim që janë disa njerëz që nuk njihen me njëri tjetrin, janë futur aty brenda dhe një lloj spuntoje duhet, se për ndryshe çfarë do bëjmë? Pa telefon, pa informacion, muhabetet do mbarojnë në xhiron e një jave, nëse s'do të ketë spunto nga produksioni. Ajo që është e shëmtuar është loja shpesh e pabesë dhe deri në mizore që bëhet me personazhet që janë aty brenda. Aq sa unë nuk e kuptoj, çdo vit më thonë, edhe në Big Brotherin e Kosovës dhe të Shqipërisë që të futem aty brenda, po mua nuk ma kap asnjë lloj logjike se si mundet njeriu të pranojë me vetdije të plot të bëhet pjesë e një, domethënë marionetë e një formati të tillë. Kjo është ajo që mendoj. Është pasojë e zarfeve të zinj që nuk kanë asnjë vlerë, edhe incidenti i ndodhur mes Jozit dhe Gjestit. Unë mendoj që është Jozi. Vetëm në rastin e Jozit është Jozi dhe jo zarfi, sepse jam e sigurt që Xhibani nuk do ta kishte përsëritur të njëjtën gjë pasi u rifut pas të zarfit të zi. Kështu që është sigurisht pak thik me dy presa, në ndryshim nga Xhibani, them që motivi për të cilin doli me zarf të zi Jozi ishte më i fortë, më i madh. Edhe është e çuditshme se si u tentua që të pastrohej, si me thënë, figura ose t'i rijepej një mundësi një njeriu që doli me atë, më vjen fjala tani, që doli me atë. Tok fjalë që s'po më vjen fjalë. Sepse shkonte mbi palët, më kupton, ajo që bëri ai shkonte mbi palët, mbi lojën, mbi opinionin publik. Shkonte përtej asaj që mund mendoj thjesht opinioni publik, edhe që pastaj njeriu mund të ketë mundësi që ta rregullojë, më kupton? Një gjuhë e ashpër që ka ardhur në rrjete, qoftë ndaj Jozit,
qofte edhe mbështetësit e Jozit ndaj gjestit. Pra, a duhet të ishte moderuar pak më mirë kjo lloj Jo vetëm gjua e ashpër do thosha, po dhe në përgjithësi reagimet publike, skenat që shiko, unë e mbaj veten për gocë një çik danoçe kështu. Thon. E di çfarë do të thotë kesh shoqëri me njerëz të një targeti X, nuk e di sa kuptohem kur e them këtë. Kam dhe vetë shoqërira të tilla, çuna të fortë, me një lloj mentaliteti të atij burrit që rritet në Shqipëri me ato idet që rritet. Por nuk duhet jetë kjo ajo që duhet të sjellim as në televizor dhe as në rrjetet sociale. Unë nuk arrit të kuptoj se si mundet në një vend aq të ashpër sa vendi ynë të ngrihet në pjedestal dhuna, edhe të thuhet bravo i qoftë. Shpreha bravo i qoftë nuk duhet ndodhi në asnjë rast kur ka dhunë brenda. Pavarësisht se sigurisht në momente kritike një të shtyrë mund ta bëj secili prej nesh, po një e shtyrë në nervozizëm e sipër nuk është njësoj si një shpull si ajo që Jozi i dha gjestit. Domethënë flasim për dy konotacione krejt larg njëri tjetrit. Mu duk shumë e ashpër, mu duk shumë vulgare. Dhe mënyra, domethënë të kthehet një njeri me qetësinë më të madhe pasi ka puthur një person, edhe të hapi krahun për të zhapulluar një tjetër. Kjo disa e qartë jam. Sara, shumë faleminderit për kohën dhe besoj të shihemi në intervista të tjera. Ishte kënaqësi.